Do të mësojmë në këtë momente për parashikimin e motit në vendin tonë, do të shkojmë menjëherë në një komunikim të drejt për drejt, si çdo të hënë me Meteo Alp. Sot jemi me sinoptikanin Akil Osmani. Akil, të përshëndes dhe të uroj një javë të mbar. Mirëmëngjesi, një javë të mbar edhe ju. Si pritet të jetë moti për gjatë kësaj jave? Si janë gjasat? Për sa i përket kushteve atmosferike, parashikohet që të kemi një mot, po themi, disi të bazuar pasi orët e parë të mëngjesit do të jenë në dominimin e intervaleve të gjata me diell në një pjesë të mirë të territorit, kalimet e lehta të vranësirave, kryesisht në zonat malore. Parashikohet që kryesisht të jenë pasditet ato të cilat her pas here do të sillin kalimet e vranësirave, të cilat do të krijojnë mundësira për momente të pakta me rreshje të izoluara shiu në gjysmën lindore të territorit, ndërsa pjesa perëndimore kryesisht vija brevetare do të vijojnë të mbeten në mbizotërimin e motit të qëndrueshëm. Prezenca e lartë e lagështirit do të bëjë që her pas here sot ditën e martë, pjesërisht ditën e mërkurë, pasi kryesisht ditën e mërkurë do të jenë të fokusuara vetëm në zonat veriore, në skajin verior dhe në juglindje. Dita e njëjtë sërish do të sjellë prezente rreshjet e shiut në gjysmën lindore të territorit shqiptar. Pra, pothuajse për gjatë gjithë kësaj jave pas ditët do të krijojnë mundësira për rreshje shiu në vendin tonë, por të lokalizuara këto në gjysmën lindore. Pra, kryesisht shtrirja lindore dhe pjesërisht qytetet e zonës së ulët her pas here gjatë orëve të pasdites do të kenë edhe mundësira për momente të pakta me rreshje shiu. Për sa i përket temperaturave të ajrit, të fillim javë do të jenë të larta, duke bërë që maksimumet në rang territori të ngjiten shumë pranë vlerave 28 gradë Celsius në urtësinë perëndimore, por jo vetëm, kemi një rikuperim të temperaturave të ajrit edhe në orët e para të mëngjesit, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të regjistrojnë në 5 apo 6 gradë Celsius, ndërsa në urtësinë perëndimore të luhaten nga 10 dhe shumë pranë vlerave 15 gradë Celsius në vijën bregatare. Duke filluar nga dita e mërkurë në vim, kemi një rënje graduale të temperaturave të ajrit, duke u bërë temperatura më normale për muajin prill edhe për muajin maj, pasi qëllon për datën e 1 maj është dita e premte, duke bërë që maksimumet të zbresin shumë pranë vlerave 24 gradë Celsius, ndërsa minimumet të mbeten rreth vlerës 3 apo 4 gradë Celsius në qytetet e zonave malore. Po ashtu edhe parametri i erës, të paktën deri ditën e mërkurë nuk do të jetë problematik, pasi do të jetë me shpejtësi jo më shumë se 35 km/h në hapësira vetare, është shumë pak e ndjeshme pranë vijës brevetare, por ka sinjale që dita e njëjtë dhe dita e premte të fuqizojnë përkohësisht parametrin e erës, do të jetë një kryesisht ngatëtimi verior lindor, duke bërë që her pas here dhe temperaturat e ajrit të ndjen disi më të ulta. Shpejtësia e erës në hapësira vetare për gjatë ditës së njëjtë dhe pjesërisht ditën e premte do të jetë me një shpejtësi edhe mbi 55 km/h. Qartë, Akil, sa i përket Shqipërisë, si pritet të jetë moti në vendet e rajonit? Po edhe vendet e rajonit, nëse flasim për temperaturat e ajrit në këtë fillim javë do të jenë mjaft të larta, duke bërë që maksimumet për Republikën e Kosovës regjistrohen edhe në 24 gradë Celsius, ndërsa në Republikën e Maqedonisë së Veriut në 6 gradë Celsius, e minimumet do të jenë të larta si për Kosovën edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut në orët e para të mëngjesit, duke bërë që të regjistrohen rreth vlerës 5 gradë Celsius, por duke filluar nga mesjava edhe për këto dy republika do të kemi një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet të zbresin për Republikën e Kosovës në 19 gradë Celsius, ndërsa Republika e Maqedonisë së Veriut do të ketë temperaturat e ajrit rreth 20 gradë Celsius në qytetin e Shkupit. Për sa i përket kushteve atmosferike, të paktën deri ditën e njëjtë si Republika e Kosovës, por po ashtu edhe Republika e Maqedonisë së Veriut, do të jenë ndikimin e këtyre vranësirave të shpeshta, të cilat kryesisht do të jenë prezente pas mesditës, duke bërë që her pas here të kemi dhe mundësira për momente të pakta me rreshje shiu. Kryesisht rreshjet më të dukshme pritet të jenë në zonat perëndimore, si për Kosovën, por po ashtu edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ka sinjal të kemi një përmirësim të përkohshëm të kushteve të motit ditën e premte për këto dy republika. Qartë, Akil, falenderoj për gjitha informacionet që përsollen në studio. Të nderuar teleshikues, ky ishte parashikimi i motit nga Meteo Alp.